Kryeministri në detyrë Albin Kurti akuzoi sërish deputetet e partive të tjera për bojkotimin e votimit drejt konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Teksa vazhdoi edhe sot agjendën e tij prej kreut të ekzekutivit, tha se deputetet po bëjnë shkelje kushtetuese duke mos marrë pjesë në votim, referuar bojkotit të votimit të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës. Por Kurti është akuzuar vetë për një shkelje të tillë pasi është betuar si deputet dhe vazhdon të marrë vendime nga tavolina e kryeministrisë. Referuar ligjit për qeverinë, njofsit vazhdimisht kanë theksuar se ai nuk mund t'i mbajë të dyja postët njëkohësisht. Nga Lidhja Demokratike reaguan përsëri. Jehona Lushaku Sadriu tha se Kurti e ka uzurpuar zyrën e kryeministrit pa pasur shumicë parlamentare dhe ja çdo norme kushtetuese. Megjithatë, Kurti vendosmërisht pohoi se ai do ta vazhdojë detyrën prej kryeministri në detyrë deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Kosova ka qeveri, e cila është qeveri në detyrë, dhe e cila i ka kompetencat e kufizuara me nenin 31 të ligjit mbi qeverinë. Ajo çfarë Kosova nuk ka është parlamenti, Kuvendi i Republikës. Por formimi i qeverisë së re duket i pamundur në një situatë të thelluar të papajtueshmërive ndërpartiake, teksa vetëvendosja e vetme nuk e ka shumicën e nevojshme për ta zgjedhur kandidatën e vet, Albulena Haxhiun, kryetare të legjislaturës së nëntë.